Barazia gjinore nuk është privilegj feminist as egocentrizëm femror, por është imperativ human, ka porositur presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova gjatë shënimit të 25 vjetorit nga miratimi i rezolutës 1325 të OKB-s, gra, paqe dhe siguri. Ajo tha se realizimi të drejtave të grave përforcon legitimitetin demokratik dhe kredibilitetin e çdo sistemi politik, ndërsa pabarazia e pamundson drejtësinë, cenon paqen dhe rrezikon sigurinë. Presidentja theksoi se norma tradicionale të përjashtimit të grave nga procesi i vendimarrjes nuk janë zakon por padrejtësi dhe se dhuna dhe siguria e grave nuk janë çështje të grave por çështje kyçe shoqërore. Për të përballur dhe për të kapërcyer konfliktet, nuk mjafton të nënshkruash një marrëveshje paqeje, por është e nevojshme të ndryshosh marrëdhëniet shoqërore, të respektosh vlera dhe parimet themelore, të praktikësh reliket e patriarkatit dhe provincializmit dhe të ndërtosh një kulturë demokratike jetese. Do të pajtoheni me mua se gratë kanë aftësinë ta transformojnë deklarativën në realitet përmes angazhimit të përditshëm, aktiv dhe të gjithanshëm në të gjitha dimensionet dhe sferat e jetës shoqërore. Ambasadori i BE-s në Shkup Mjalis Rokas theksoi se në vitet e fundit vetëm një proces negociatash ka përfshirë gratë në tryezën e negociatave, 4 herë më shumë gra dhe vajza janë vrarë në konflikte krahasuar me 3 vitet e mëparshme dhe në të njëjtën kohë, shpenzimet ushtarake globale janë rritur me 9.4%. Është e nevojshme të kërkohet një transformim i vërtetë i institucioneve, strukturave të pushtetit dhe mënyrave se si ndërtohet paqja, me pjesëmarrjen e plotë të grave në proceset e paqes, forcimin e mekanizmave për të marrë me ato që janë përgjegjëse për dhunën ndaj grave, forcimin e mbrojtjes së atyre që ndërtojnë paqen dhe aktivistëve që luftojnë për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, integrimin e parimeve të kësaj agjende në ligje dhe buxhete dhe promovimin e fuqizimit ekonomik të grave. Ndërkaq, koordinatoria e zyrës së OKB-s për gratë Vesna Ivanović Kastarde bëri thirrje të ndërmerret masa për përmirësimin e situatës. Jemi dëshmitar të konflikteve që ndodhin momentalisht dhe derisa flasim për momentin gratë vuajnë dhe vdesin. Në konflikt, nevojat specifike të grave janë veçanërisht të theksuara. Shumë pak misione paqëruese përfshin gra si vendimarrëse. Shumë pak plane veprimi kombëtare financohen globalisht. Ky përvjetor nuk është thjesht një jubilej që duhet shënuar, është një thirrje për veprim, për të mbrojtur të drejtat njerëzore të grave, për të luftuar të gjitha format e dhunës ndaj grave, për të siguruar pjesëmarrjen e plot aktive të grave në të gjitha proceset e paqes dhe sigurisë. Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është rezoluta e parë e kësaj organizate që njeh ndikimin e veçantë që kanë konfliktet e armatosura mbi gratë dhe vajzat. Kërkon pjesëmarrje të plotë dhe të barabartë të grave në të gjitha fazat e proceseve të paqes dhe vendimarrjes, kërkon mbrojtje më të fortë ndaj dhunës seksuale dhe bazuar në gjini gjatë dhe pas konflikteve, si dhe thekson rolin e grave si aktore aktive për ndërtimin e paqes.